Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? 56 deputet kanë dhënë votën për, 1 kundër, abstenim nuk ka, s'kemi pasur sërisht kvorum dhe seanca ndërpritet në 7 maj, shihemi përsëri në orën 10. Janë shkoj në zyrë të sholetë në do të kej përgjigje me kohë, I losë edhe njerëzit tonë që gjendjen e të ndjenjshme ta trajtojnë pa arrogancë shumë. Do të kemi përgjigje zyrtare siç i takon një parti. Ju falenderoj shumë. Bună, respect. Ma falë respekt, faleminderit. Ma falë. Është përgjigje për doli nga Kërçi? Çështja e ftesave dhe ftesës për bashkëpunim, pra ekziston në vazhdimsi, ne kemi thënë që nga fillimi, që jemi të hapur për diskutim për bashkëpunim. Kemi parë që 2 ftesat e para sa I përket konstituimit të kuvendit, pra janë refuzuar, madje s'ka pas pjesëmarrje as në takim, kësaj radhe, pra për faktin që ka pas deputet nga LDK që janë deklaruar se për të pasur një bashkëpunim të tillë nuk mjafton vetëm konstituimi I kuvendit, por duhet të ketë një dakordim politik, ka rrjedh pra edhe ftesa e kryeministrit Kurti drejtuar pra Lumir Abdigjikut, që në këtë rast fton për diskutu për bashkëpunim politik në mënyrën siç ata po pretendojnë dhe po e shohin se në qoftë se mënyra tjera janë të pamundshme, ne jemi të gatshëm, pra si fitues të zgjedhjeve na takon dhe jemi të gatshëm që gjejmë mënyra. Por ajo çfarë kemi pa deri më tani, e shpresoj që do të ndryshoj, është që të ketë gatishmëri edhe nga subjektet tjera pra për të konstituuar kuvendin dhe për të formuar institucionet e vendit. Ne keni durim do të jenë transparent si çdo herë tjetër. Shëndrimi të LDK-s tashmë I dhe. Ne këtu nuk jemi për të bërë shok as për të bërë miq. Këtu jemi për të përfaqësuar qytetarët e Kosovës që na kanë dhënë besimin e tyre. Andaj përgjegjësia jonë është para gjithashtu qytetare dhe politike. Në kuadër të kësaj përgjegjësie ne kemi ofruar edhe zgjidhje, cilën po e përsërisim çdo 2 ditë, besa edhe çdo ditë. Ndrojeni kandidatën dhe kandidatin s'ka nevojë për gjëra tjera, shkojmë përpara, konstituojmë kuvendin, hyjmë në afate kushtetuese. Këtu po e përsëris, problemi I kësaj bllokade është fakti që Albin Kurti s'ka vota mbu kryeministër. Dhe me qenë se s'ka vota mbu kryeministër nuk po dëshiron me umat. Ne e ftojmë me umat. Si me umat? Ndroje kandidatin, zgjedhet kryetari I kuvendit. Pastaj ti provo me bu kryeministër. Dhe nëse s'mundesh, vjen radha te ne, unë ju siguroj që ne do ta bënim qeverinë. Frika për me hu pushtetin është kjo që po e mban vendin peng. Po pushteti nuk mahet me çdo kusht. Rotacioni pushtetit është ajo që jep shëndet demokracisë. Kosova ka qenë shembull I rotacionit pushtetit në mënyrë të qetë. Edhe sot duhet me ndodhë një gjë e tillë. Prandaj kjo bllokadë, sepse zoti Kurti nuk po dëshiron me dalë për zyrës kryeministrit, cilën edhe ashtu është duke nejtë palitshëm. Faleminderit shumë. Mendoj që është urgjente që ne si opozitë, flas për partitë opozitare,
ta shërtojmë këtë situatë, gjejmë një rrugë veprimit matejmë, po të vendosim për veprimet e matejme, mund të jetë një adresim gjykatës kushtetuese nga dhe deputet, po edhe nëse ka rrugë tjera të shërtojmë. S'po guxoj mu me thonë se dështova ditë ju kërkoj falje, ne kishim diçka shajashe po diskutohet për opcione të reja, për kandidat të ri, po u folë për zotin Glaukonjufsen atë kohë, se mund t'ja taj e prapë edhe ne ishim shërtim pra që me i dhonë votën. Po, nëse s'ka ndryshim të kandidaturës, mbeshim në qëndrimin e njaj. Ju falemderit media. Falemderit.